Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala man wala wa ba'd. Falëndërimi takon Allahut Azza wa Jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Jemi në temën e 34, ziyadatul imani wa nuqsani, shtimi i besimit dhe paksimi i tij. Ndodh shpeshherë që njeriu luhatet në jetën e tij të përditshme dhe besimi i tij bie, ashtu siç ndodh që duke shtuar veprat e mira dhe angazhohet me gjëra të vlefshme, i shtohet imani dhe besimi tek Zoti subhanahu wa taala. Allah thot në Kur'anin Kerim: "Wa idha tuliyat alehim ayatu zadatuhum imanan." Dhe nëse atyre lexohen ajetet e Allahut Kur'ani, pra u shtohet atyre imani dhe besimi. Dhe vërtet kështu është zemra besimtarit dhe besimi i ahli sunetit dhe xhamatit, ata që ndjekin rrugën e profetit alayhis salam, dhe të njohur të selefët, sahabët, tabiinët dhe tabiinët dhe gjithë brezat tjerë në pas, që besimi shtohet me punë të mira dhe paksohet nga punë të këqija. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin Abdullah ibn Amr ibn Asit, qala Rasulullah: "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbu al-khalaq. Fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum." Me të vërtetë imani, besimi, thot, vjetërohet ashtu siç vjetërohet rroba, ashtu siç vjetërohet rroba në vetveten e saj. Prandaj lutuni Allahut që ta rigjallëroni imanin tuaj në zemrat tuaja. Lutuni Allahut që të rigjallëroni imanin, besimin në zemrat tuaja. Pra si rigjallërohet besimi? Duke thënë shahadetin, duke fal namazin, duke bërë punë mira, duke lexuar Kur'anin, duke përkujtuar Allahun subhanahu wa taala, sepse njeriu ka nevojë ta rigjenerojë imanin dhe besimin e tij. Duke qenë se rutina e përditshme e jetës e çon atë në angazhime të shumta, në neglizhencë të madhe, në lodhje dhe raskapitje, njeriu fillon dhe neglizhon pak nga pak ato detyrimet që ka ndaj Zotit subhanahu wa taala dhe familjes që na rrisin imanin dhe besimin. Prandaj jaddidu imanakum bi la ilaha illallah, rigjallërojeni imanin tuaj me shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, duke lexuar Kur'anin, duke qenë korrekt me kohët e namazit, sa të keni mundësi, edhe vepra të tjera që na çojnë imanin dhe besimin dhe ngrisin atë në grada të larta. Lutim Allahun azza wa jall ne fali gjuna dhe gabimet, dhe na bëj për atyre të cilët janë të qëndrueshëm në fenë e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala man wala. Falëndërimi takon Allahut, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. Jemi në kapitullin e 33, bab a'dhama ajru ad-da'wati ila Allah, pra shpërblimi i madh që ka ai i cili thret në rrugën e Zotit subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana." Pra dhe thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë dhe fjalë të buta. Pra njeriu i cili do këshillojë në hir të Zotit subhanahu wa taala, do të zgjedhë fjalët e tij dhe t'i hedhë ato në mënyrën e dur që të ketë ndikim në zemrat e njerëzve. Në hadithin e Sahel ibn Sa'dit radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Wallahi la an yahdi Allahu bihudaka rajulan wahidan khayrun laka min humurin ni'am." Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wallahi, sikur thot, pashallahu, sikur Zoti t'udhëzoi nëpërmjet teje një person të vetëm, është më e mirë për ty se sa devet e kuqe." Pra devet e kuqe kanë qenë një nga ato mjetet e udhëtimit me shumë vlerë në kohën e profetit alayhi salatu wasalam dhe për arabët e saj kohe. Mund t'i krahasojmë sot me makinat më të shtrenjta, me Ferrarin, siç e thonë disa. Pra ka qenë një, pra si shkoni çfarë problemi ka një person nëse bëhet shkak që dikush tjetër udhëzohet në rrugën e Zotit subhanahu wa taala. Prandaj gjithë secili prej nesh me fjalët e tij, me sjelljen e tij, me moralin e tij, me punën e tij, është davetçi në shtëpinë e tij, në rrethin ku ai jeton, familjen dhe farafisin e tij, dhe bëuni shkak që njerëzit të udhëzohen në fenë e Zotit subhanahu wa taala dhe do të kesh shpërblim të madh tek Allahu xhella xhelalu. Dhe lutim Allahun azza wa jalla na bëj për atyre që udhëzojnë njerëzit në rrugën e dur, në rrugën e profetit tonë dashur Muhammedit alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.